Shpo shpikoni, vetëm bëj shaka. shpo shpikoni, Vetëm rrengje kurdis. Nga kriqit e din që shakas ku Shqiprin unë jam andi që veç rrengje bën. Për loni që shkëlqen zemra më shpërthen, rekordet Guinness dua t'jem. shpo shpikoni, Vetëm bëj shaka, ha ha. shpo shpikoni. Viti shakas. A ju kujtojnë mëngjeset e qeta të verës? Ja që mbaruan. Do të kap ty Larkin! Mjafton të shosh Gregun dhe tufën e ti me vajza. Të bëjmë për të vjellë sa ishe. Mos u tregoj pasjellshëm, Deni. Oh, prit, ke të drejtë. Është dhe Gjeni aty bashkë me të. Po, kur të mbaroj kursin e ndihmës së shpejtë, do t'jetë kënaqësia ime t'ju shpëtoj ju, zonjusha. Kur të doni. Sa vap që është, nuk bëjmë dot një shaka. S'është kur tepër vap për shaka. Trajnimi do t'jetë i vështirë, por edhe të shpëtosh jetë, është e vështirë. A nuk është shumë e bukur ajo? A vash miku im hormonal. Fiksohu tek shakaja që kemi në dorë. Është koha për shfaqje. Çfarë? Pa diskutim që këtë shaka e ka bërë vëllai im i vonuar. A e pe, Gjeni, Kregu doli si idiot. Sa mirë që nuk pas sy se gjatë gjithë kohës. E di Teri, mendoj se të duhet një kostum i ri për plazh. Ai ta nxjerr trupin shumë keq edhe me shumë defekte. Ose ndoshta mbase nuk është faji i kostumit. Shakaja më e vjetër në botë dhe këta vazhdojnë bien gjithmonë. Mirë, tani që ai doli jashtë loje, erdhi koha të shfaqem unë në skenë. Edhe kur është e lagur është e bukur. E bërjandi me këtë. Ja t'regoj unë ati. Me le pa fjalë, Greg. A e pe, Larkin? No problemas, Gregos. Keni dëgjuar njerëzit t'u thonë kur mburesh i hap të lashe vetes? Ja që pas kanë të drejtë. Më lërë, jam shumë mirë. Të do t'a vendosun. Sikur të thash se jam mirë. E di, kur unë të bëhem roje Bregdeti, ne të dy do të punojmë bashkë, Beti. Po pres me padurim, Greg. Duhet ta mësosh mirë notin Larkin. Hej, unë di not shumë mirë. O, sigurisht që po. Kur të mbaroj kursin e ndihmës së shpejtë, gjysmën e kohës do të shpëtoj ty. E po, unë s'do të kem nevojë të më shpëtosh, sepse edhe unë do të bëm roje bregdetare. Larki roje Bregdeti, kjo është gjëja më qesharake që kam dëgjuar ndonjëherë. Qesh tani Kreg, por unë do të ulem në atë karrige shumë më përpara se ti.
Si do duash ti Larkin? Shihemi nesër në mëngjes tek kursi. Ky kursi është i vështirë. Je i sigurt që e bën dot? Shqetësimin tënd e vlerësoj shumë kundrejt me miku im, por nuk kemi pse të merakosemi fare. Çfarë do të thuash me ne? Sepse te kursi do të futesh edhe ti. Dhe pse do ta bëja unë këtë? Unë nuk di as not. Sepse duhet të arrim Krekun. Ti shkojmë shumë afër. Kështu që të tallemi me të sa të shkulemi nga të qeshurat. Do të ishte një mrekulli nëse Kreku do arrinte ta mbaronte kursin, ndërsa Andy Larkin do ta mbaroi më shpejt nga të gjithë. Je një shakaxhi shumë i djallëzuar, Andy Larkin. Dhe jam i gatshëm për biznes. Nuk e dija që ishe edhe ti në kurs, Terry. Nuk kam hyrë. Jam këtu vetëm për të qenë afër me Krekun. Jenny s'ka për t'i pëlqyer as pak jo. Kurse, mua po. E po kështu është kur flet keq për mua. 58, 59, 60. Siç mund ta shikoni, Kreku ka mësuar disa numra të rinj. Përpiqu që ti bësh edhe ti gjithë to pompa. Nga dal, djalash, është e qartë që ti je shumë, shumë i fortë. Po, ai është i fortë nga jashtë. Por ama këtu brenda e ka bosh. Mirë, djema, qetësoni. 3 javët e ardhshme, trajnimi do filloj çdo ditë në orën 7 fiks. Çdo ditë do të bëjmë shumë notë për të kalitur vullnetin, do të mësojmë teknikat e ndihmës së shpejtë dhe frymarrjen gojë më gojë. Edhe Kreku është shumë i gatshëm që t'ja bëjmë frymarrjen gojë në gojë. Jemi rreshtuar që të gjithë, doktor. Nuk do të haroj këtë, Greg. Të ndihmoj edhe unë, Betty, mos më harro mua. Mjaft pëndra me sy hapur. Tani do të bëjmë notë 10 nga 25, krol ballor. Mos, 25 xhiro, nuk besoj të kem fuqi ti bëj dot. Pse si e gati që të zhytesh që tani? A Larkin? Sa dobët, duhet të kishim mbaruar tani. E po Kreku nuk është aq notari mirë sa ç'duket. Mirë, ishte e lodhshme. Wow, unë ja kalova Krekut. Wow, edhe ti ja kalove Krekut. A e pe, Betty, unë notoj më shpejt se Kreku. Ti dhe gjithë të tjerët. Oh, Greg, isha e bindur që do notoje shumë më shpejt se kaq. Përse ju çuna mbaruat që të gjithë? Si arritët që t'i bënit 25 xhiro kaq shpejt? 25 xhiro? Oh, jo Kreg. Ne duhet të bënim 10 herë 25, që do të thot 10 xhiro me nga 25 metra. Por ti the Bën mirë ti hedhësh në një sy numratorit. O profesor. Pra, si po ja del vëlla im? Është mbytur apo jo? Jo tamam, por aty afër. Pa jo çfarë do aty? Mua po më duket sikur ajo do të rri me Krekun. Këtë do ta shohim. Mirë, Kreku është viktima jon. Andy, qëllimi këtu është që ta hedhësh rreti në mënyrë të tillë që të rrethoj viktimën. Nuk e dija që këto ishin kaq të rënda. jepi. Mos haroj që ti flasësh viktimës që ta qetësosh. Mos ki frik, o vogëlush, sepse Andy heroi ka ardhur për të shpëtuar. Ja ku po vjen dhe unaza e madhe. Greg! Greg, haje mirë. Më shtyr poshtë. Gur? Si u mbush me gur? Kjo pyetje është naive apo më duket?
Të dy do të merrni 4 tek ky ushtrim. Mos u shqetëso, do të shpëtoj unë. Kape fortunazën. Oh, çfarë teknike Deni? Kam një mësuese të mirë. Mirë, mjafton për sot djema. Shihemi nesër në mëngjes. Më duket se Beti më ka qef. A e pe se si mund ishte gjatë gjithë pishinës? Sepse ti more fletoren plak dhe ajo donte pra mbrapsh. Po. Hajde pra, Flipper. Kur unë do të bëhem roje bregdetare dhe do të keni nevojë t'ju shpëtoj nga të brëndshmet, do me thënë me të brëndshme, mund të mbështeteni te kregu. Oh, Vlaçko, po ti me zor bën 2 xhiro në pishinë. Vajza, prit ju mësoj një lëvizje që duhet ta bëni nëse ndonjë viktim përpiqet të kapet pas jush. Hey, Kështu, ju do t'i paralizoni ata nëse përpiqen të kapen pas jush. Dhe nëse insistojnë dhe kjo bëhet më e lehtë në ujë, ju zhytun, rrotulloni dhe hidhe. Mirë, kjo nuk ishte edhe aq e vështirë edhe jashtë ujit. Ndoshta sepse lajkini është i lehtë si një pupull. Tani, cila nga ju dy vajza do që të bëj një provë? Pra, Kreg, apo të pëlqen kursi i rojes? Oh, shumë! Sa po ju tregoja këtyre vajzave lëvizjet e mia? E po lëvizjet mund të